1920 deri në 1944, 45 dhe pak më gjërë, masoneria pati një goditje të fortë nga sistemet politike dhe udhëheqëse në botë. Gati u përndjek, u ndalua, në gjithë botën pati një luftë të ashpër ndaj masonerisë dhe ndoshta në një farë mënyrë e humbi rrjedhë. Po e pak disa koka tani botërore masone, se Marini tha për Shqipërinë, po e disa koka botërore masone. Tani ka president të Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka qenë mason dhe vazhdojnë George Washingtoni, mendohet dhe Bushi ke qenë familja Bush të jetë një nga familjet e masonerisë. Nuk e kuptoj pse mbahet kështu e fshet kjo gjëja, domethënë nuk duhet. Mozarti ka qenë mason. E di si më duket. Mozarti ka qenë mason. Jo, nuk është çështje, nuk mbahet e fshet, po për shkak se ka disa rregulla strikte qënja në një dhomë, në një lozhë të këtyre personave. Shiko, ato flasin thjesht ndërtojnë veten. Pra, e gjitha vjen për të ndërtuar një rit mirë, të pastër, të edukuar. Qa bëjnë yoga, meditim, qa bëjnë? E di qa mendova u kërmëthirët ju mua këtu? Të lutem u përgjith, qa bëjnë yoga, meditim, qa bëjnë aty? Ka një farë procesi që mund të jetë e ngjashme me jogën, pra ka një meditim, ka një reflektim të brendshëm, por nuk është një yoga e mirëfillt, nuk është një yoga e mirëfillt. Jo me pozicione. Jo për çështje pozicione, futesh. Pra, fillimi futjes në një masoneri, apo procesi i parë i pranimit, është një farë reflektimi, një farë meditimi.